shqiptarët. Kam besim të madh se Shkodra do përmbush këtë mision më mirë, me vendosmëri se çdo qytet tjetër i këtij vendi. Të dashur miq, pasardhësi i bllokmenëve hoxhist në një drejtim të ekzistencës së kombit i ka bërë kombit shqiptar gjëmën më të madhe që nga vitet 1300, vitet e Mortajs së Zezë. Asnjë pushtues, asnjë regjim nuk ka zbatuar në mënyrë më tegër doktrinën e Çubriloviçit, e cila sot është tejkaluar disa herë nga Aramoviçi dhe meriton të quhet doktrina e Aramoviçit e Argatit të Beogradit. Në 10 vite, 720.000 shqiptar kanë marrë me vete ëndrrën shqiptare në rrugë të botës. Janë larguar nga Shkodra, janë larguar nga Shqipëria, sepse ky është një vrasje si ëndrrës së rinisë shqiptare. Sot, në një akt cinik, kishte zgjedhë 2 prillin për të takuar student. Çfarë u tha? Studentëve Edi Rama u tha se Shqipëria nuk ka korrupsion dhe se korrupsioni është perceptim. Unë këtu nga Shkodra duhet t'i shtroj atij këto pyetje. Sarajet e Surrelit o kry hajdut, me themele 720 metra të gjata, me materiale nga më të kushtueshme që ekzistojnë, janë perceptim apo vjedhje. Raporti OSBE-s që t'akuzoi se ke depozituar në vitin 2014 200 milion euro në bankat offshore është perceptim apo vjedhje? Është perceptim apo vjedhje? Djegësi si Tiranës, me të cilin janë zhdukur 130 milion euro dhe nuk ekziston tull as nishan. Është perceptim apo vjedhje? Na thoni pak. 500 tendera sekret në kundërshtim me ligjin për bajanakun tënd. Është perceptim apo vjedhje? Na këshin ato. Emri bashkëshortës tanë me 100 herë në dosin e Akshit si hajdute dhe që mbulohet nga Mirlinda tjetër. Publikohet dosjen para shqiptarve. Është perceptim apo vjedhje? Zhdukja me një trend lapsi të 50 milion eurove në tunelin e Llogaras me firmën tënde dhe të Belinda Ballukut. Është perceptim apo vjedhje? Mbyllja portit Durrësit për ndërtuar Dubai në 1.100 netve, duke u bërë shqiptarve, duke u grabit shqiptarve pasurinë publike më të madhe që kanë, rreth 4 milion euro. Është perceptim apo vjedhje? Apo vjedhje? Dhe në Beci i cilin krahasim me ty është një hajduc. Jo hajdut, po hajduc.
me dokumenta. Me dokumenta. Qytetarët e Shkodrës kanë patur kush e di sa kryetar bashkie. S'po flas për ta, po s'kan patur asnjë të regjistruar me dokumenta, me dosje. Hajdut siç kanë besin tënd. Është perceptim apo vjedhje? Tigrat, për cilë shqiptarët kanë paguar 90 milion euro gjerë sot, pa patur asnjë kilovat energji elektrike. Janë perceptime apo vjedhje? Rrugë të shemura njëra mas tjetrës, si kur do njëherë. Rrugë të ndërtuara në gjitha kohrat më parë. Rrugë të Kashtës. S'janë perceptime. Ndaj dhe ti, po bën ligje për të shpallë vjedhjen legjitime, vjedhjen e qeveritarëve legjitime. Miqtë e mi, Arben Brosi, Bujar Beshanaku, Nazmi Kryeziu, Besnik Ceka, të gjithë studentët e dhjetorit dhe trita asaj gjenerate, kishin një ëndrën europiane. Nga zemra e tyre, ushtoj ato ditë me fuqishëm se kur Shqipëria si Europa. Çfarë ndodh sot? Edi Rama për vjedhjet e tij i bllokon Shqipërisë dyert e Europës dhe i tregon derën e Beogradit. Premtoi pasaportën europiane dhe tani ofron pasaportën e Beogradit. Tani kërkon për të mbajtur pushtetin dhe karrigën. Të mos bëhemi antar të Bashkimit Evropian, po të kemi tregti dhe lëvizje të lirë. S'ka patur Shqipëria një armik si ky. Pas e në vërhorës, ky është armiku më i madh i kombit shqiptar. Armiku i qenjës shqiptarëve, armiku i